analiza janë analiza thjeshta që ata që merren me komunikimin PS dhe vetë Rama personalisht e di shumë mirë se çfarë humbet nëse ndërmerr një hap tillë. Ai për mendimin tim Edvin do rezistoj, sepse ai ka pretenduar gjithmonë për gjatë këtyre viteve që ka kundërshtuar çdo lloj vendimi drejt, çdo lloj themi cënimi që është bërë figurës tij apo qeverisë tij. Ai nuk ka zgjedhur që të pranojë gabimin apo të bëjë ndonjë mea culpa. Ai gjithmonë ka sulmuar dhe i është krijuar iluzioni sikur ky sulm e ka ndihmuar, e ka nxjerrë më të fortë, sepse këtë ballafaqon me rezultatin e votave, që në fakt nuk janë votat marra në mënyrë ndershme për shkak të qëndrimit të tij, se janë votat grabitura. Thjesht ka performuar makinerinë e grabitjes votës, sepse ka të gatshme atë dhe duke krijuar këtë iluzion edhe tek vetja dhe tek mbështetësit, ai do vazhdoj të qëndrojë në këtë pozitë sulmi, sepse një njeri i arsyeshëm, kryeministri i arsyeshëm sot pas vendimit të SPAK-ut parashikuar, sepse juridikisht SPAK-u gjithmonë ka argumentuar kur kundërshtohet një masë, ai kërkon një masë akoma më të rëndë, sepse të tillë ka parimin, sot duhet kishte një reflektim tjetër në prononcimin e tij, por duket që ai nuk e ka, jo se nuk e gjykon, nuk e ka se ai së brendshmi është vet i kapur në panik, është në tmerr vërtet dhe kërkon që të mbrohet, patjetër duke sulmuar, patjetër mendon se do i heci edhe një herë tjetër, siç thot populli, kali në ur. Do e kaloj edhe një herë tjetër në formën që sulmo, që të mbrohesh. Por duket që situata nuk është e njëjtë me situatat e tjera, është shumë fish më rëndë, pozita e tij është lëkundur në gjitha nivelet, jo vetëm në nivelin kombëtar, por edhe në nivelin ndërkombëtar dhe do i duhet shumë mirë që të llogarisë hapat e tij, pasi unë mendoj që Rama duhet di atë parimin fizik që në fakt vepron edhe në fushën e psikologjisë dhe pse jo dhe drejtësisë, sa më i fortë sulmi, aq më i madh pastaj sulmi që të cili do i ndërmerret. Siç ndodhi në rastin konkret kur kundërshtoi pezullimin dhe patjetër erdhi një masë siç është edhe kërkesa për arrest. Nëse pretendon ta kundërshtoj me ato modalitetet që ne i parashtruam, kjo nuk e pengon fare SPAK-un që të vijojë hetimet, madje të zgjerojë edhe rrethin e personave që ai mund t'i akuzojë, që i ka shumë gatshme, ka shumë të lehtë akuzojë dhe vetë kryeministrin, dhe që të avancojmë pas edhe në mënyrën se si ai zhvillon hetimet, duke kapërcyer disa tabu që tashmë qartazi janë kapërcyer, kontrollet në kryeministri, kontrollet në banesa apo kontrolle të niveleve të tjera, cilat Rama ka dash, domethënë t'i pengoj, por që sot kanë vepruar. Mos harrojmë që dikur në një mbledhje të grupit parlamentar, ai ka deklaruar që askush nuk mund t'i merrte atij telefonin, apo jo? Po. Por këto element tashmë duket qartazi që janë kapërcyer, SPAK-u ka kaluar më tej se telefoni, ka vajtur në godinën e tij, dhe duke vajtur në godinën e tij, Rama e di shumë mirë që pothuajse janë tek porta e tij duke trokitur. Duhet të jetë aq i qetë sa më mirë të largohet politikisht, nuk ka drejt vazhdoj më, moralisht, për të shpëtuar veten e tij se përndryshe duket qartazi që Rama është në një pozitë shumë të vështirë dhe nuk do jetë e largët dita kur edhe Rama të jetë në krah të bashkëpunëtorëve të tij për gjitha aferat korruptive që tashmë janë zbuluar edhe për shkak të veprimtarisë së sistemit drejtësisë, por mbi të gjitha këtë do e thoja si një meritë e veçantë e denoncimeve të vazhdueshme të Partisë Demokratike dhe të fakteve që ajo ka përcjell publikisht nëpërmjet mënyrave që ajo ka zgjedhur, mediave, deklaratave politike apo prononcimeve të ndryshme, sidomos nga kryetari i Partisë Demokratike zoti Berisha. Po, mbetet për të parë çfarë do të ndodhi tani në ditët dhe në javët në vazhdim, vërtet që s'pas kemi parë gjë akoma zoti Boshi se